Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Kanarit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Krim të rënditës në gjykatën e apelit, gjyqtari Astrid Kalaja ekzekutohet në sallën e gjyqit, plagosen dhe 2 të tjerë, kapet autori shkak i ngjarjes Pronat. Presidenti, kryeministri dhe trupa e gjyqtarëve dënojnë ashpër vrasjen e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja, kërkohen masa më të forta për sigurinë. Partia Demokratike zgjedh aktorin e humorit Florian Binaj kandidat për Bashkinë e Tiranës, mbështetet nga aleatët, mundësia e Gron Shejajt ende pa vendim. Studentët nisën vitin e ri akademik, mbi 19.000 të rinj janë ulur sot për herë të parë në auditore. Regjistrimet në universitete vijojnë në raundin e dytë. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Gjyqtari i gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Astrid Kalaja është ekzekutuar këtë të hënë me armë zjarri në sallën e gjyqit. Ai është qelluar 3 herë nga një person i cili sapo kishte humbur procesin për një pronë në Shkodër. Nga plumbat u plagosën dhe 2 persona të tjerë, babë e birë. Policia arrestoi autorin e krimit, ndërkohë që ngjarja ka ngritur pikpyetje të forta mbi sigurinë në gjykata. Ju falenderoj për ftesën dhe gjerasit të shpreh vlerësimet të mira. Drejtësia shqiptare u trondit nga ekzekutimi brenda gjykatës i gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Ai u qellua me pistolet 3 herë. Ngjarja e rëndë ndodhi brenda apelit të përgjithshëm, menjëherë sapo gjykatësi Kalaja shpalli vendimin për të rikthyer në shkallën e parë një dosje për çështje pronësie. Ky është momenti kur i ndjeri është transportuar me urgjencë drejt spitalit të traumës, por fatkeqësisht nuk u mbijetoi dot plagëve të rënda që mori. Personi që qelloi me pistolet për vdekje gjyqtarin Astrid Kalaja është Elvis Shkambi, pasi xhaxhai i tij Gjon Shkambi humbi gjyqin. Por jo vetëm kaq, autori mbushi armën brenda gjykatës e më pas qelloi edhe ndaj 2 personave babë bir që ishin palët kundërshtuese në procesin gjyqësor dhe që fituan të drejtën nga apeli mbi pronësinë, Rakip e Ervis Kurtaj. Menjëherë, autori doli nga gjykata dhe armën e krimit ja dorëzoi rojes së sigurisë, ndërsa u vetë deklarua fajtor. Shkak i konfliktit që çoi deri në krimin tronditës, është bërë një pronë në qytetin e Shkodrës. Përplasja ka nisur rreth 15 vjet më parë mes Gjon Shkambit, që humbi gjyqin, xhaxhai autorit dhe 31 familjeve që jetojnë në shkollën e dikurshme të rezervave në Shkodër. Secila palë pretendon se gëzon pronësinë mbi objektin ndaj prej vitesh, çështja ka mbetur pas zgjidhje në dyert e gjykatave. Kjo ka shërbyer si motiv që Elvis Shkambit i merrte jetën gjyqtarit prej 32 vitesh pjesë e drejtësisë shqiptare, Astrid Kalaja. Ky i fundit ka një karrierë të gjatë dhe së fundmi kishte kaluar me sukses procesin e vettingut, duke shërbyer në apelin e jurisdiksionit të përgjithshëm. Ndërkohë, mësohet se 2 të plagosurit e tjerë babë bir kanë marrë mjekim në spitalin e traumës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Presidenti Begaj dhe kryeministri Rama dënuan vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja duke e quajtur një krim të tmerrshëm që meriton dëshkimin maksimal. Ata thanë se sulmi ishte një atentat makabër kundër drejtësisë, ndërsa lajmëruan ashpërsimin e kodit penal për armëmbajtjen pa leje. Autoritetet më të larta të vendit kanë reaguar pas ngjarjes së rëndë brenda ambienteve të gjykatës së apelit në Tiranë, ku mbeti i vrarë gjyqtari Astrid Kalaja dhe u plagosën 2 persona të tjerë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, presidenti Bajram Begaj ka dënuar me gjuhën më të ashpër aktin dhe ju ka shprehur ngushëllime familjarëve të personave të prekur nga ngjarja. Ky sulm i tmerrshëm ndaj gjyqtarit të shquar, por edhe ndaj drejtësisë si të tillë, duhet të përballet nga të gjithë shoqëria me përbuzjen dhe mos pajtimin më të thellë, sepse ky akt është atentat makabër ndaj vetë sistemit, tek i cili ka themelet bashkëjetesa dhe paqja sociale. Kryeministri Edi Rama gjithashtu ju shprehu ngushëllime familjarëve, ndërsa tha se ngjarja kërkon një reflektim të thellë për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave dhe masa të tjera. Kjo ngjarje tragjike besoj se është argumenti më i pakundërshtueshëm për të mbështetur ashpërsimin domethënës në kodin penal të dënimit për armëmbajtjen pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojra me afatet në dëm të mbrojtjes prej zjarrit të armëve të paligjshme. Lideri i Partisë Demokratike ka dënuar krimin e rëndë dhe ka kërkuar dënimin më të rrept për autorin.
Dënoi me forcën më të madhe aktin e shëmtuar dhe kriminal ndaj gjyqtarit në sallën e gjyqit, dëshmi e kontrollit të rendit nga krimi dhe pasigurisë së madhe që ekziston sot në vend, tha Berisha. Një reagim erdhi edhe nga trupa gjyqësore e gjykatës së lartë. Kjo ngjarje e rëndë është një sinjal alarmi për gjendjen e sigurisë në të cilën ushtrojnë funksionin gjyqtarët e Republikës dhe për gjendjen shqetësuese të infrastrukturës në të cilën funksionojnë shumë prej gjykatave shqiptare. Edhe faktorë të tjerë shtetëror dhe politik kanë dënuar një zëri aktin tronditës. Kandidati i opozitës në zgjedhjet e 9 nëntorit në Tiranë do të jetë aktori i humorit Florian Binaj. Sali Berisha konfirmoi mbështetjen e Partisë Demokratike, duke thënë se ai është një figurë e pavarur që përfaqëson me dinjitet qytetarët e kryeqytetit. Por herë të parë Partia Demokratike ka vendosur të luftojë për Bashkinë e Tiranës duke mbështetur një kandidat pavarur, aktorin e humorit Florian Binaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi para gazetarëve se mes figurave që kanë shpallur ambicien për të garuar për Bashkinë e Tiranës, forca më e madhe politike e opozitës vendosi të mbështesë zotin Florian Binaj. Grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Vendimi u mor paradita gjatë një mbledhje që kryetari i PD-s zhvilloi me sekretarin e përgjithshëm e nënkryetarët e Partisë Demokratike dhe vetë Berisha u bëri apel partive të tjera të opozitës të mbështesin kandidaturën e Florian Binajt. Shpresoj që edhe alatë edhe opozitarët e tjerë të mbështesin një kandidaturë që vërtet është absolutisht e pavarur dhe përfaqëson qytetarët e këtij vendi. Në mbështetje të kandidaturës së Florian Binajt u deklarua mbrëmjen e së dielës kryetari i Partisë Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapa, ja pritet të njëjtin qëndrim të mbajnë aleatët tradicional të Partisë Demokratike. Të shtunën, pak orë pasi Sali Berisha deklaroi se PD do të mbështesë një kandidat pavarur për Bashkinë e Tiranës dhe u bëri apel figurave të njohura të bëhen pjesë e kësaj betejë, aktori Florian Binaj shpalli kandidaturën e tij në rrjetet sociale. Në këtë komunikim të parë me qytetarët, Binaj theksoi se Tirana ka nevojë për një drejtues qytetar të zgjedhur nga qytetarët për qytetarët, sepse asnjë nga ne sipas tij nuk mund të presë më edhe 34 vite të tjera. Prandaj kanë vendosur të shpall kandidaturën time për kryetar të Bashkisë së Tiranës, duke dhënë të gjithë veten time për të përfaqësuar sa më denjësisht çdo qytetare e qytetar, me apo pa parti. Elektorati ngri, por pa i ndar njerëzit në krah, por si të barabartë, sepse asnjë qytet, e aq më tepër kryeqyteti, nuk mund të shërbejë vetëm palës politike që e drejton, theksoi Florian Binaj në mesazhin e tij ku deklaroi kandidaturën për Bashkinë e kryeqytetit. Socialistët në parlament duan të shtyjnë përpara agjendën e reformave të rëndësishme. Së shpejti, komisione do të kenë në fokus ndryshimet zgjedhore si dhe ndarjen e re territoriale. Në Këshillin Përrregulloren, Komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe atë territoriale do të nisin punë së shpejti në parlament. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kreu i grupit Aulan Balla shpjegoi se mazhoranca do të institucionalizojë nismat, ndërsa theksoi pikat ku do të mbështetet puna e këtyre reformave. Të gjitha këto duhen parë të animon një kontekst më shumë se 10 vjeçar për t'i hapur rrugë pse jo reformave të reja sa i përket rolit dhe ndarjes administrative territoriale. Kështu që të dyja këto komisione vlerësoj shumë që janë komisione tepër të rëndësishme. Ai sqaroi më tej se reforma zgjedhore do të duhet të adresojë së pari rekomandimet e OSBE ODIHR, si dhe draftin për zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Duhet kemi nenet përkatëse të kodit zgjedhor të Republikës Shqipërisë ose draftin gati, sa i përket edhe mbajtjes së zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, sepse në fundit në pritshmëritë tona po ofrohet momenti kur Shqipëria duhet të ketë edhe antarët e vet në Parlamentin Evropian.
Një thirrje balla e pati dhe për opozitën, që të bëhet pjesë e punës dhe të jap propozimet e saj. Uroj e shpresoj që edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, grupi parlamentar i Aleancës për Ndryshim dhe grupi parlamentar i Partisë Lirisë dhe deputetët e tjerë të pavarur, sipas projekt vendimit që do miratoj Kuvendi, të plotësojnë vakancat në këto komisione. Sa i përket drejtuesve të komisioneve të posaçme, më herët kryesocialisti Edi Rama bëri me dije se do të jetë Damian Gjiknuri ai që do të drejtojë reformën zgjedhore, ndërsa Arbian Mazniku atë territoriale. Opozita thot se kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka kryer shkelje të rënda në 2 seanca parlamentare. Përpasoj, sipas demokratëve, ai duhet shkarkuar nga detyra, por kërkesa në Këshillin e Legjislacionit pritet të rrëzohet në seancë, pasi Partisë Demokratike i duhen 71 vota, të cilat nuk i ka. Këshilli i Legjislacionit nisi sot shurtimin e kërkesës Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, socialistit Niko Peleshi. Në emër të opozitës, deputeti Ivi Kaso deklaroi se kryeparlamentari ka shkelur kushtetutën dhe rregulloren në seancën e 16 shtatorit, kur u miratuan ndryshimet në rregullore, dhe në mbledhjen e parlamentit të datës 18 shtator, ku miratua qeveria Rama 4. Partia Demokratike pretendon se në seancën e miratimit të programit qeverisës, PD-si u mohua e drejta për të folur në parlament. Programi u miratua pa ju nënshtruar më parë diskutimeve. Pavarësisht se i sapo zgjedhur, fatkeqësisht kryetari i Kuvendit ka kryer veprime aktive në kundërshtim të hapur me parashikimet e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe rregulloren e Kuvendit, duke i mohuar, vlerësojmë, të drejtat deputetëve të opozitës dhe duke treguar një anshmëri politike në drejtimin e organit të rëndësishëm kushtetues, Kuvendit të Shqipërisë, përgjegjësi e cila sapo ishte besuar. Këshilli vendosi të caktoj socialistin Damian Gjiknuri dhe demokratin Ivi Kaso si relator të raportit që do t'i përcillet për shqyrtim në seancës plenare. Kërkesa e Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi është më së shumti një akt politik në shenjë proteste ndaj mënyrës se si u zhvilluan 2 seancat e para të parlamentit, pasi opozita nuk i ka votat për të shkarkuar kryetarin e Kuvendit. Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë vetëm 50 vota në parlament, ndërkohë që për të shkarkuar kryetarin e parlamentit duhen 71 vota pro. Presidenti Begaj priti liderët e Ballkanit Perëndimor dhe ata të Kroacisë e Slovenisë në takimin e BRDO Briunit, që këtë herë u mbajt në vendin ton. Kreu i shtetit theksoi se sfidat kryesore për rajonin mbeten garantimi i sigurisë dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Begaj përsëriti objektivin e Shqipërisë për t'u antarësuar në Union brenda vitit 2030. Samiti i procesit të BRDO Brunit mblodhi në qytetin e Kavajës, udhëheqësi të vendeve të Ballkanit. Ky takim i nivelit të lartë, i kryesuar nga presidenti Bayram Begaj, kishte në fokus dialogun rajonal dhe procesin e integrimit evropian të vendeve të rajonit. Samiti nisi me fjalën hapse, ku kreu i shtetit Bayram Begaj e vuri theksin tek rëndësia e rritjes së bashkëpunimit mes shteteve të Ballkanit Perëndimor. Politike si dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal. Ashtu siç e do tradita, liderët u rreshtuan për foton familjare. Krah Begaj qëndruan presidenti i Kroacisë dhe ajo e Slovenisë, ndërsa nuk munguan as presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kreu i shtetit të Serbisë Aleksandar Vučić. Pas përfundimit të samitit, ishte presidenti Begaj, i cili sqaroi se diskutimet u fokusuan mbi sfidat gjeopolitike. Rajoni ynë përballet me sfidat të sigurisë, të cilat kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinim më të ngushtë mes nesh. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për vendet e rajonit tonë përbën një mundësi të çmuar për zhvillimin ekonomik, pasi krijon akses në instrumenta financiare të Bashkimit Evropian. Krah lideri të Kroacisë dhe Slovenisë nuk harroi të theksonte edhe objektivin e Shqipërisë për të bërë pjesë e familjes europiane. Integrimi në BE gëzon mbështetjen e gjerë të shoqërisë shqiptare, pasi pasqyron vlerat themelore të demokracisë, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit. Këto vlera përbëjnë themelin dhe së ardhmes europiane që Shqipëria po ndërton. Në mbyllje të samitit, liderët firmosën dhe konkluzionet e përbashkëta, kur janë dakord të forcojnë dialogun politik dhe ndërtimin e besimit reciprok. Hetimet për atentatin me tritol ndaj biznesmenit Isuf Jaçaj në Sarand janë zhvendosur edhe në Tiranë. Disa persona janë marrë në pyetje nga policia, por deri më tani nuk ka të dhëna të tjera që mund të çojnë në identifikimin e autorëve.
Policia Sarandës dhe ajo e Tiranës kanë shoqëruar të paktën 10 persona për ngjarje në rënd të ndodhur mbrëmjen e së shtunës, ku 58 vjeçari Yusuf Jaçaj humbi jetën pas shpërthimit me tritol në automjetin e tij. Burimi bëjmë në dije se mes të shoqëruarve ka dhe persona që dyshohet se i përkasin grupeve të ndryshme kriminale. Tashmë 48 orë pas atentatit në Sarandë, policia vijon kërkimet, ndërsa pista kryesore me të cilën po hetohet mbetet ajo e hakmarrjes. Për ekzekutimin e 58 vjeçarit, mendohet se është përdorur një sasi e konsiderueshme lënde eksplozive me shumë se 600 gram tritol, e cila ishte vendosur poshtë automjetit me të cilin lëvizte viktima. Tritoli ka shpërthyer menjëherë sapo Jaçaj ka hyrë në automjet, ndërsa për shkak të plagëve të marra ka ndërruar jetë në vend. Shpërthimi ishte i fortë se janë dëmtuar dhe bizneset afër, ndërkohë banorët janë terrorizuar. Nga policia dhe specialistë të forcave anti-eksploziv, të cilët merriten në vendngjarje, është bërë këshyerja plot automjetit, ndërkohë në zonë janë sekuestruar kamerat e sigurisë që mund të ndihmojnë grupin hetimor për zbardhjen e identitetit të autorëve. Policia ka marrë në pyetje të riun i cili shkaktoi aksidentin zinxhir gjatë përpjekjes për të shpëtuar shqiponjave pasi kishte armë në makinë, por mësohet se Imer Krashi, i cili la të plagosur një efektiv dhe bashkëshorten e tij që udhëtonin me motor, ka refuzuar të japë shpjegime. Imer Krashi, i cili u arrestua të dielën pas aksidentit të shumëfish që shkaktoi në tentativë për të ikur patrullës së policisë, nuk ka pranuar që të flasë përpara hetuesve. Ai ka kërkuar të flasë në një moment të dytë, ndërkohë që pritet të merret sërish në pyetje në lidhje me pistoletën që ju gjet brenda makinës. Sipas burimeve, ai jetonte në afërsitë të liçenit të thatë me bashkëshorten në një banesë me qira, por blut kishin informacion për vendodhjen e tij dhe sapo ka dalë nga banesa e ka ndaluar. Ma gjë që me vetëm mjet. Ke? Sigurisht pak mjet, e fik. Hajde zbuta. Megjithatë, Krashi bëri rezistencë ndaj forcave shqiponja dhe u largua me shpejtësi të madhe me makinë, e në përpjekje për t'u arratisur, vuri në rrezik uniformat blu dhe qytetarët që ishin në rrugë. 1 metër me targa gjermane. Gjatë ndjekjes, Imer Krashi që përdorte edhe emra të tjerë përplasin 9 makina dhe 1 motomjet, me të cilin po qarkulloni një efektiv policie që ishte jashtë shërbimit dhe bashkëshortja e tij. Ata mbetën të plagosur dhe u dërguan në spital. Pas disa minutash ndjekje, Imer Krashi u arrestua nga policia. Ati u bllokua makina, ndërsa efektivët sekuestruan edhe pistoletën që kishte në mjet. Sipas policisë, Imer Krashi është me precedent të theksuar kriminal dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti ritualin në SPAK, pasi u paraqit në zbatim të masës së sigurisë, lideri i opozitës akuzoi drejtuesin e prokurorisë së posaçme Altin Dumani se është vënë në shërbim të Edi Ramës. Sali Berisha sulmoi sërish nga SPAK Altin Dumanin duke i quajtur mercenar të pushtetit që amnistoi ish gjyqtare në përfshirë në dosjen e Suel Çelës. Ky mercenar që mban në burg Ilir Metën pas janë dorëzuar të gjitha dosit e këto. Ky nxori si motrën e tij, si quhet, a dini kush ishte si motra e tij? Pajtime Fetahu. Pajtimeja. Pajtime Troplini apo pajtime Dumani. E nxori tha se është i smur. Ajo mund tjetë e smur dhe unë uroj shërim. Nuk kam. Por, ju garantoj ju se 30-40% e popullatës në burgje janë të smur. Janë të smur dhe kjo është shifër e saktë që ju japun ju. I pyetur nëse ka preferenca mes kandidatëve që garojnë për kreun e SPAK, Berisha tha se ky mercenar po fsheh dokumenta krimi të kandidaturave që kërkon t'i nxjerrë. Dhe këtu do jemi. Po fsheh dokumenta që inkriminojnë kandidaturat, 2 kandidaturat që ai mbështet. Unë rezervoj të drejtën t'u them ju këtu se çdo dokumenta ka fsheh në momentin kur të dalë në skenë. Por ky kam informacionet plota se ky po fshet dokumenta të personave që kërkon t'i kandidoj për kryetar.
Në 13 tetor pritet të zhvillohet seanca gjyqësore për dosjen Partizani, në të cilën është marrë i pandehur Sali Berisha, dhëndri i tij Marbër Maltezi, dy biznesmenët Fatmir Bektashi dhe Xhimi Begeja, si dhe noterja Andja Postina. Ish-kryeministri Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, ndërsa dhëndri i tij krahas korrupsionit akuzohet edhe për pastrim parash. Më shumë se 19.000 të rinj u ulën këtë të hënë për herë të parë në auditoret e universiteteve publike dhe private. Regjistrimet e maturantëve vijojnë në raundin e dytë dhe pritet që numri i studentëve të vitit të parë të rritet. Nisja e vitit të ri akademik për Fjonën, vajzën nga prenjasi që për herë të parë ulet në auditor, është e mbushur me emocione. Ajo rrëfen se ardha në Tiranë nuk ka qenë e lehtë. Megjithatë, ka gjetur ndihmë tek të afërmit. Normal që kam pas emocione, kam akoma. Tani kam akoma më shumë. Kisha edhe gocat që ishte mia nga rrethi im, edhe ishte pak më lehtë për gjetur shtëpi, se kam edhe të afërmit e mi që më ndihmojnë këtej në Tiranë, ndërsa u ambientova. E vendosur në zgjedhjen e saj, Fiona ka përqafuar farmacin, një degë që sipas saj lidhet edhe me pasionin për mjekësinë. Në fillim prita për mjekësinë. Pastaj për farmaci nuk kam pritur shumë, tek raundi i dytë ose i tretë. Ishte një nga degët e para, në këto degët e mjekësisë. Mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Në këtë fillim viti nuk mungojnë as këshillat e atyre që tashmë kanë kaluar emocionet e para të auditoreve drejtuar studentëve të rinj. Shikoj që kanë shumë emocione, po them, dhe bëjmë pyetje të cilat normalisht lidhen me mbajtjen e notave, po do thosha që të kenë dëshirën e madhe që të marrin dijas. Në nisje të këtij viti akademik, mbi 19.670 maturant janë drejtuar për herë të parë universiteteve të vendit, duke u përafruar shifrave të një viti më parë, ku u regjistruan të paktën 20.000 maturant. Megjithatë, raundi i dytë i regjistrimeve, i cili vijon deri më 8 tetor, do të sjellë një rritje të numrit të regjistruarve. Maturantët do të kenë në dispozicion edhe fazën e lirë, që mbyll procesin e plotë të pranimeve. Një aksident me pasojë vdekjen e një 75 vjeçari ndodhi mëngjesin e kësaj të hëne në aksin rrugor Milot Lezhë. Një automjet përplasi motorin e 75 vjeçarit dhe më pas një makinë tjetër. Si pasojë aksidentit, mbeti plagosur rënd drejtuesi motorit 75 vjeçari Viktor Kola, i cili fatkeqësisht humbi jetën në spital. Ndërkohë u shoqërua në komisariat drejtuesja e automjetit që shkaktoi aksidentin. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.